Përshëndetje të nderuar shikues, fillimisht dy lajme të orëve të fundit. Një grua 85 vjeçare nga komuniteti sërb ka vdekur pasi shtëpia e saj u përfshin nga flakët në fshatin Hoq e Madhe në komunën e Rahovecit. Sipas policisë së Kosovës, rreth orës 14:50 është raportuar për zjarrin, me që rast njësitët policore, zjarfikësit dhe ekipët emergjente kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Pas shuarjes së flakëve brenda shtëpisë u gjet trupi pa jetë i të moshuarës. Dyshimet e para tregojnë se zjarri mund tjetë shkaktuar aksidentalisht nga një stufë që përdorej për ngrohje. Megjithatë, shkaku përfundimtar i vdekjes pritet të konfirmohet pas ekzaminimit mjekoligjor, i cili është urdhëruar nga prokurori i shtetit. Rasti është regjistruar si incident zjarri dhe hetimi vdekjes, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes. Një tjetër incident ka ndodhur para pak minutash tek qafa në Prishtinë, ku te kafet e vogla dyshohet se ka shpërthyer një bombol e gazit. Sipas informacioneve të para, si pasojë e këtij incidenti, një person ka mbetur i lënduar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë zjarfikësit dhe policia e Kosovës, të cilët kanë intervenuar menjëherë. Ndonë se partitë politike opozitare tashmë kanë filluar takimet konsultative, lëvizje të tilla nuk shihen nga partia fituese. Partia e dytë të PDK thotë se nuk ka vija të kuqe për lëvizjen vetëvendosje, ndryshe nga LDK-ja e cila mbetet e prerë kundër bashkëpunimit me të. Nënkryetari i LDK-s, Lutfi Aziri, thotë se nëse partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë, atëherë janë të hapur për bashkëpunim me partitë opozitare, por me kushtin që qeveria të udhëhiqet nga Lumir Abdigjiku. Duke folur për formacionet e mundshme për formimin e qeverisë së re, nënkryetari i LDK-s, Lutfi Aziri, thotë se LDK-ja s'ka ndryshuar qëndrim sa i përket mundësisë së një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje, derisa mbetet e hapur për bashkëpunim me partitë e tjera opozitare. Përkundër që ai thekson respektimin e rezultatit dhe besimin e dhënë nga qytetarët, përsërit frazën se formimi i qeverisë së ardhshme kalon nga zyrat e LDK-s. Jojën tonë, karshi ndërtimit të ekzekutivit me bëvë në kemi botë qartë. Në anën tjetër, raportin me partinë e dytë dhe partitë tjera që në kuvend të Republikës AKN-is me partitë e grupeve të vogla të pakicave nacionale, pakicave etnike, janë aty, ne kemi bashkëpunim, komunikim për atë sa ka nevojë ky proces zgjedhor. Po në shpinë me bajt kërkon më jo. LDK-ja kronista për zvetë i ka bajt gjitha partitë politike në shpinë, definitivisht. Edhe ka dale para e ka dhënë tretit, edhe ka dale dyta u bo kryeminist, e ka morë qeverinë, e ka udhëheq, edhe çdo formul politike që ka ekzistuar në Kosovë, LDK-ja e ka kapitalizuar në interes të Kosovës, në interes të agjendave të Kosovës, shumë ma pak në interes të vetin, hiç në moment do të vitit 2015. Që ne kemi shkaktu. Fundi, ja këto zyre që përshojmë në këto, pra mbesin zyre në për cilën kalën edhe kryeministri edhe kryetari i Republikës, sere, sepse ne kemi që atë rol. Pse nuk përshtrojmë në atë rol? Sepse ne nuk kemi arrogant politik. Një ditë më parë, kandidati i PDK-s për kryeministër Betri Hamza u shpreh gatshëm që ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e tjera opozitare, por ja bëri të qartë atyre se posti i kryeministrit i takon atij. Renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet. Por sipas Azirit, qeveria duhet të udhëhiqet nga Lumir Abdigjiku dhe në fokus të jetë programi zgjedhor i LDK-s. Ai bëri të ditur se në takimet e Abdigjikut me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi dhe kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj nuk është diskutuar ndarja e pushtetit, por vetëm është konstatuar gjendja aktuale politike. Dhe gjithë e dinë që i palët e kanë nuk ka mundësi, nuk po vlasin për stabilitet tash. Po vlasin për atë pjesën zbatusit politikave mrena qeverisë, kapacitetet njerëzore të tjerëve ju mungojnë. Nuk të ta quja kusht. Po vetëmja mundësi që LDK-ja me pa rolin e vetë,
është programi në ratë parë, jo kryeministri, është programi që ne e kemi ndërtu këto 4 vitet e fundit, në veçanti 2 vitet e fundit është punu shumë. Dhe natyrisht atë program e ka udhëheq, ndërtimin e atij programit e ka udhëheq kryetari i LDK-s, i cili duhet udhëheq me qeveri. Sipas Hazirit, në LDK nuk ka përçarje. Ai vlerëson se pakënaqësitë e fundit të shprehura nga anëtarët e kryesisë janë më shumë për zhurmë politike. KQZ-ja të njëjtën certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nënshkurtit, ku Lëvizja Vetëvendosje fitoi 42.30%, PDK-ja 20.95%, LDK-ja 18.27% dhe koalicioni AK-Nisma 7.06%. Në qarqët analitike mbizotrojnë mendimet të ndryshme lidhur me skenaret e mundshëm për formimin e institucioneve të reja. Ndonjës të çështjeve politike shohin të mundshme një qeveri të pakicës nga Lëvizja Vetëvendosje e disa një qeveri të opozitës. Kush MK do ta formojë qeverinë, është pyetja e cila tash rreth 2 muaj pas zgjedhjeve vazhdon të mbetet pa një përgjigje. Përderisa partitë opozitare kanë zhvilluar takime për këtë çështje, partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk duket të ketë bërë ndonjë hap në këtë drejtim, edhe pse si e vetme nuk mund ta formojë qeverinë. Ish diplomati Blerim Canaj i vlerëson se në rrethanat aktuale Lëvizja Vetëvendosje do të mund ta krijojë një qeveri të pakicës, teksa parashikon se fundi i prillit do ta gjejë vendin me institucione të reja. Kemi Lumir Abdigjikun i cili kërkon kryeministrin, ndoshta edhe një 7 apo 8 ministri, nuk e besoj që dikush është i gatshëm t'ia jap gjithë ato. Në anën tjetër kemi një PDK dhe një aleancë të ngurtë, të cilët qëndrojnë pas asaj që një qeveri mund ta themelojë vetëm opozita dhe ata do të futen në atë qeveri. Por e kemi një Albin Kurti i cili i ofendoi të gjitha partitë dhe me këtë edhe i largoi ata si duket pak a shumë nga vetvetja, por ne jemi në politikë dhe në fund të ditës mund të ndodhë gjithçka. Të gjitha këto parti mund edhe ti lëshojnë këto deklarata për ngritje të pazarit, por ta shohim. Ajo që e dim është që Albin Kurti e ka marrë nga populli, ka fituar zgjedhjet dhe tani ati i takon i pari që të provoj t'i bëj numrat, për shkak se tek ne është çështje numrash në fund të ditës dhe jo e fitores, që i bën numrat atëherë unë shoh një qeveri të pakicës deri më tani në qoftë se nuk futet edhe lidhja demokratike aty. Do thotë çdo kombinim është i mundshëm, pyetja edhe është a do të kemi një qeveri stabile apo jo. Ndryshe mendon ish diplomati tjetër Avnia Rifi, sipas tij gjasat më reale janë që qeveria të formohet nga partitë opozitare. Thyrjet, ofendimet, domet që ja ka bëu Kosovës, asnjë parti opozitare nuk don të jetë të identifikohet me ta, është një partner i pamenaxhueshëm dhe faktikisht ai nuk po mundet me mboh shumicën parlamentare, dihet që i ka dërgu ata njerëz të vet me munu me ble deputet, nuk besoj që ka njerëz me moral të tillë që blihen me pare për një botë dhe faktikisht po mbetet në dorë të liderëve të partive opozitare të gjejnë një gjuhë përbashkët dhe ta përfundojnë një periudhë shumë të rëndë të ekzistencës së shtetit Kosovës, ajo është periudha e qeverisjes së Vetëvendosjes. Pas certifikimit të rezultateve, sipas kushtetutës, presidentja Vjosa Osmani duhet të therasë seancën konstituive brenda 30 ditëve. Një ditë më parë, ajo tha se zyra e saj po e analizon afatin kohor për përgatitjen e seancës, e cila mund të organizohet së shpejti. Qeveria e ardhshme duhet të ketë agjendë të qartë në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Kështu tha eurodeputeti austriak Lukas Mandl në Prishtinë. Kjo çështje sipas tij duhet të jetë prioritet për ekzekutivin dhe legjislativin e ri pas zgjedhjeve nacionale të nëntshkurtit. Duke folur për procesin e dialogut dhe takimet mes Prishtinës dhe Beogradit, eurodeputeti austriak Lukas Mandl thekson rëndësinë që në tryezën e bisedimeve palët të ofrojnë vetë zgjidhje.
Mendoj se është gjithmonë e rëndësishme në një proces të tillë dialogu, në një negociat të ardhshme ndoshta që të vendoset diçka natyrez nga secila palë. Pra nëse vë diçka natyrez, do të kesh mundësinë të kesh një fjalë në agjendë për atë që po flitet. Pra është e rëndësishme jo vetëm të presës se çfarë do të vëjnë natyrez përfaqësuesit e BE-s. Kjo do të trajtohet si një nga prioritetet e qeverisë së ardhshme të parlamentit të ri në Republikën e Kosovës, që të ketë një agjendë të qartë se si të zgjidhen problemet, se si do të adresohen çështjet e hapura të pazgjidhura. Kjo do të ishte çësia që mund t'u rekomandoj të gjithëve në Kosovë, pa marrë parasysh nëse janë në pozitë apo opozitë. Antari i Parlamentit Evropian Lukas Mandl është optimist se përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe sigurie e BE-s, Kaja Kallas, do të angazhohet për dialog pozitiv mes Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se Komisioni i ri për marrëdhëniet të jashtme dhe përfaqësuesja e lartë për marrëdhëniet të jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka ndërmarrë hapa shumë pozitiv drejt një dialogut më të mirë. Ajo e merr shumë seriozisht këtë çështje. E kuptoj që ajo e di se ka një fushë të barabartë, nuk është një shtet më i rëndësishëm se tjetri. Pra kam shpresë që Komisioni i ri Evropian do të jetë më i mirë në menaxhimin e këtij dialogu, të inkurajojnë çdo palë që të angazhohen vërtet në një dialog pozitiv për mirëqenien e qytetarëve të tyre, për të ardhmen e qytetarëve të tyre në Bashkimin Evropian. Mandl shprehet optimist edhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës të vendosura në qershor të vitit 2023. Që nga fillimi kam qenë kundër masave, kundër Republikës së Kosovës, shtetit më të ri të Evropës. Kam parasysh gjithë situatën, duke pasur parasysh formën e Republikës së Kosovës, vuajtjet e popullit në të kaluaren, procesin e gjatë të integrimit evropian që duket se është ngujuar her pas her, është pa kuptim në mendimin tim të vendoset masa kundër Republikës së Kosovës. Kjo është arsyeja pse unë parlamentarisht jam kundër, por mendoj se gjithnjë më shumë në Komisionin Evropian dhe veçanërisht në Parlamentin Evropian janë shumë më në favor të heqjes së këtyre sanksioneve. Eurodeputeti austriak porosit institucionet e reja që të ndërtojnë ura komunikimi dhe të bëjnë reforma për të mirën e popullit. Ai shtoi se ka deputet të sapozgjedhur që janë të besueshëm dhe të aftë që të gjejnë zgjidhje të shkëlqyera për të ardhmen. Për subjektet politike që kishin shkelur kodin e mirësjelljes, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se ka shqiptuar gjoba në vlerë mbi 624.000 euro, prej të cilave deri më tani janë paguar vetëm 101.000 euro. Ndërsa ndaj vendimeve të PZAP-s janë paraqitur 47 ankesa në Gjykatën Supreme, ndërto në 34 raste u vërtetuan vendimet e PZAP-s, u ndryshuan pjesërisht 7 vendime, ndërsa 6 vendime të PZAP-s u ndryshuan nga Gjykata Supreme. Ndërkohë në Komisionin e Pavarur për Media, PZAP ka dorëzuar 17 ankesa dhe në Këshillin e Mediave të Shkruara 2 ankesa. Sot janë bërë 26 vjet nga masakra e Belegut të Deçanit, ku vran e masakruan 46 civil shqiptar. Presidentja Vjosa Osmani e ka përkujtuar si një prej masakrave më të rënda që është kryer nga forcat paramilitare serbe. Një qerek shekulli më parë, në oborin e një shtëpie në Beleg të Deçanit, forcat policore, ushtarake dhe paramilitare të regjimit genocidial të Serbis ndan burrat dhe të miturit nga gratë dhe më pas ekzekutuan e masakruan 26 shqiptar. Kjo ishte një nga masakrat më të mëdha të kryera nga forcat paramilitare serbe, të cilat në vitin 1999 nisën një ofenziv të egur ndaj populatës civile. Pas kaq vitësh, fati i disa banorëve të zhdukur me dhunë nuk është zbardhur, andaj drejtësia mbetet borxh ndaj tyre dhe ndaj historisë son, ka shkruar Osmani në Facebook. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka përkujtuar 26 të rënët në Beleg e Irsniq dhe 15 të rënët në Poterç.
marrë si muaj i lavdisë dhe përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës për liri, na sjell në kujtesë martirizimin e motrave e vëllezërve tanë në Beleg e Irzneq të Deçanit dhe në Poterç të Klinës, edhe pse të parmatosur, ata nuk u kursyen nga barbarët. Shumë nga viktimat nuk e kanë ende një varë në këtë tokë për cilën ata janë sakrifikuar. Ndërkohë shteti serb vazhdon të mohoj krimet e tij gjenocidiale, ka shkruar Haradinaj. Ministrja austriake për integrimet evropiane, Claudia Plekholm, ka thënë se e ardhmja e rajonit të Ballkanit Perëndimor është në BE. Ajo ka teksuar se zgjerimi BE-s, veçanërisht për Ballkanin Perëndimor, duhet të mbetet një top prioritet për Bashkimin Evropian. Ne i detyrohemi partnerëve tanë, disa prej të cilëve kanë pritur kaq gjatë, të ofrojmë një perspektivë të qartë dhe të besueshme, ka shkruar ajo. Ky qëndrim i ministrës austriake vjen pasi ajo gjatë 2 javëve të fundit ka pasur rastin që të flasë me qeveritar të shteteve të rajonit, përfshirë edhe zëvendës kryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi. Në prag të festës Fitër Bajramit, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka përcjell një mesazh urimi për të gjithë besimtarët mysliman në vend. Në urimin e tij, Tërnava thekson se pas një muaji agjërimi është momenti kyç për të kërkuar dhe reflektuar paqe dhe lumturi për veten, familjen dhe shoqërinë. Festa e Bajramit është një festë që bashkon të gjithë besimtarët musliman në botë dhe simbolizon triumfin shoqëror. Kështu tha Myftiu i Kosovës Naim Tërnava në mesazhin e tij urues për festën e Fitër Bajramit. Për një muaj me radhë, agjërimi mbushi zemrën dhe shpirtrat tanë me një ndjenjë të veçantë paqeje, qetësie, e pse jo edhe krenarie. Andaj festa e Fitër Bajramit është mundësi për të shprehur mirënjohjen dhe gëzimin për arritjen e pastrimit shpirtëror, që është shoqëruar me sakrificë për kushtim dhe devocion. Fitër Bajrami është festë përbashkuese për muslimanët në mbar botën. Festë që simbolizon triumfin shpirtëror, moment gëzimi dhe reflektimi që shpreh faljen, mirësinë dhe bashkimin familjar e shoqëror. Vlera këto që i japin kuptim të thellë social dhe shoqëror e gjithsesi edhe shpirtëror. Tërnava tha se namazi Bajramit është momenti për të falendëruar Zotin për mundësinë që u dhuroi besimtarëve për agjërimin e Ramazanit. Festa e Fitër Bajramit e popullit në vazhdimsi ka pasur një rëndësi dhe vlerë të posaçme. Është festë më popullore dhe më me ndikim në shoqërinë tonë. Si në të kaluarën, ashtu edhe tash. Populli ynë e feston Bajramin me shumë gëzim dhe nderim, duke ruajtur traditat dhe duke theksuar vlerat e solidaritetit, respektit dhe mirësisë. Duke pasur parasysh se namazi i Bajramit është një mundësi reale për të shprehur falënderimin për mundësinë që na dhuroi Zoti për agjërimin e këtij muaji të bekuar, është momenti kyç për të kërkuar dhe reflektuar paqe dhe lumturi për veten, familjen dhe për besimtarët mbar, nga se kjo është një formë e thellë e lidhjes shpirtërore me Zotin dhe një shenjë e besimit të vazhdueshëm në Zotin një. Manifestimi qendror i Fitër Bajramit mbahet dielën në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Namazi falet në orën 6:59. Por si rëndom, edhe në këtë vigjilje të festës është vërtetur ngritje e çmimeve në treg. Ankesat më të mëdha të qytetarëve janë për produktet ushqimore, sidomos për perimet. Shporta e qytetarëve të Kosovës po varfërohet nga dita në ditë, si pasojë e rritjes së vazhdueshme të çmimeve të të gjitha produkteve në treg. Pagat e pensionet të ulta për shumicën prej tyre nuk mbulojnë as shpenzimet për nevojat më elementare të jetës. Gjendjen më të rëndë po e bëjnë çmimet e produkteve ushqimore, veçanërisht tek perimet. Në disa prej marketeve në kryeqytet, çmimi për 1 kilogram speca arrin deri në 4 euro, e rritja e çmimeve verehet edhe tek perimet e tjera. Qytetari Aziz Kastrati thotë se kësaj po pamundësohet konsumimi i ushqimit të shëndetshëm. Po shtrajt me standardin ton, ka 3 euro speca domatet që ashtu ndo vena. Ai që ka tolla blen shka dojnë, ai që s'ka
që ashtu shkon. Për shkak çmimeve të larta, rrogat e dobta edhe nuk mujmë mu ushi si që duhet, po ushimi dopt. Edhe qytetari Sejdi Makolli shprehet se nga të ardhurat e vogla në familje, mezi arrin të sigurojnë ushqimin. Çmimet qysh mos janë? S'ka gjon duhet Allah çmimet në altë të rrogat kur gjon duhet Allah s'ka. Që shtu me kolisa po mundu me bek. Na i din na. Po shvart po se mundsi, po ku më mos po ora as gjon duhet Allah. Penzijete liga s'ka gjon duhet. Ndërkaq Elmi Dervisha i thot se gjendje më e vështirë është për pensionistët. Shumë. Sidomos ata që janë në pension është katastrofë e madhe. Ata kanë jetën të vështirësuar. Me pak parë, a me blej ilaçe, a me pagu rrymë, a me ushqim me hangër. Shumë vështirë kanë. Për gjendjen e krijuar me çmimet, njohësi i ekonomisë Ismet Mulaj pajson shtetin për politika të pafavorshme fiskale dhe për mungesë subvencionesh në bujqësi. Edhe autoriteti i konkurrencës, por edhe Ministria e Tregtisë e Industrisë nuk kanë dhënë plan efikas të monitorojnë për shembull rritjen ose abuzimin me çmimin treg. Edhe kjo po tregon që domethënë këto rritje të çmimeve domethënë janë rritje enorme, sidomos nëse flasim për specin e produkt që është shumë i kultivuar në Kosovë dhe produkt që para 3 vitesh për shembull ka pas në çmim as 2 euro janë këtë kohë, sot e ka mbi 5 euro. Duhet rritet kapaciteti i prodhimit, sot është një shumë e madhe që Ministria e Bujqësisë ndan për fermer të ndryshëm, por pos shifrave që japin, domethënë qeveritarët, që është një shifër e madhe, domethënë miliona euro për këto për rritet kapacitete, por si duket rezultati është baraze me zero. Ka edhe abuzim me çmime. Përveç perimeve, rritje çmimit vërehet edhe tek produktet e industrisë së mishit, ndërkaq 1 kilogram mish kushton rreth 10 euro. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka kritikuar qeverinë për rritjen e çmimeve dhe për trajtimin e padinjitetshëm të policisë. Qeveri që në mesnatë pajtohet për rritje të çmimit të energjisë e për dritë të diellit pajtohet të mohohet paga e orëve shtesë të policisë. Nuk është qeveri e Kosovës, është satelit i Serbisë, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Me rastin e festës së Fitër Bajramit, shoqata adetare PEA me seli në New York ka vazhduar me aktivitetin humanitar në ndihmë të familjeve në nevojë. Kjo shoqat shpërndau pako ushqimore për mbi 500 familje në qytetin e PEA-s me rrethin, Burim, Deçan dhe Junek. Aktivitetet humanitare të shoqatës PEA organizohen 2 herë në vit. Iniciativa Kush e ka radhën protestoi në Shkup para kuvendit në shenjë revolte për tragjedinë në Koçan. Kjo iniciativë kërkon transparencë dhe përgjegjësi institucionale për tragjedinë dhe insiston që të publikohen dokumentet nga viti 2012 e deri më sot për të parë nëse është kryer ndonjë mbikëqyrje mbi diskotekën Puls ku ndodhi tragjedia. Në lidhje me rastin Puls Koçan, iniciativa jonë është e kuptueshme, por pyesim veten nëse autoritetet do të zbatojnë drejtësinë në mënyrë dinjitoze. Prandaj kërkojmë që dokumentacioni për punën e diskotekës nga viti 2012 e deri më sot të publikohet në mënyrë transparente dhe objektive, përkatësisht të publikohen nga të gjitha institucionet kompetente, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, Inspektoratin Shtetëror të Tregut, Ministrinë e Ekonomisë, Inspektorati Shtetëror Ndërtimor, Inspektorati Shtetëror për Urbanizëm, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Veçevericia Lokale në Koçan, Inspektorati Ndërtimor Lokal dhe Trupi Konsultativ për Siguri dhe Prevenim i formuar në komunën e Koçanit. Kërkojmë që këto dokumente të publikohen që të shohim nëse është kryer ndonjë mbikëqyrje në këtë diskotek. Sistemi në Maqevëni nuk ka funksionuar që nga themelimi dhe për këtë kërkojmë që dokumentacioni për të gjitha tragjeditë tjera që kanë ndodhur në periudhën e kaluar të publikohet në mënyrë transparente. Me fjalë të tjera, kërkojmë që të publikohet dokumentacioni për rastet që kanë të bëjnë me besa trans, durmoturs, onkologji dhe spitalin modular të Tetovës.
Edukimi kulturor fillon herët dhe një nga shtyllat kyçe të këtij edukimi është teatri. Në disa nga qytetet kryesore të Kosovës mungojnë teatrot që ekskluzivisht i dedikohet gjeneratave të reja dhe kështu nevojat e fëmijëve për shfaqje teatrore i marrin përsipër teatrot e qyteteve. Numri i premierave të shfaqjeve për fëmijë në Kosovë sillet diku një në vet. Dhe në qytete të ndryshme të Kosovës, teatrot tentojnë që të përfshinë në programin e tyre shfaqje që i dedikohen fëmijëve. Kjo sepse në qytete mungojnë teatrot e fëmijëve. Prandaj numri i shfaqjeve për fëmijë ndodh që të jetë i kufizuar. Kështu na thanë të gjithë drejtorët e teatrove me të cilët biseduam. Po, është bërë tashmë traditë tash sa vite që teatri i qytetit të bëjë edhe shfaqje për fëmijë. Kjo për shkak të mungesës e një teatri për fëmijë apo teatri të kukullave në qytetin tonë. Teatri magjik i fëmijëve funksionon në kuadër të qytetit të Gjilanit. Është skenë e veçantë, si më thonë. Me të njëjtat probleme si Gjilani e Prizreni, hasin edhe Ferizaj e Podujeva. Teatrot ja dalin që brenda vitit të sjellin në skenë të paktën një premier për të veçlit. Ne në vitin 2024 kemi pasur 2 shfaqje. 3 shfaqje realisht fëmijëve, kurse në këtë vit vetëm e kemi kryer një premier, tash pritet që të bëhet reprizat e shfaqjes. Do të thotë janë 4 deri në 5 premiera brenda 2 viteve deri tash, po mendoj me të përfshirë edhe këtë pjesë të vitit 2025. Me repertuarin e rregullt, në vazhdimsi ne kemi prurje të reja, domethënë të shfaqjeve, çdo vit realizojmë premiera të reja, domethënë për fëmijët llaftian. Ka raste kur teatrët e Kosovës bashkëpunojnë mes vete duke sjellë nëpër qytete shfaqje të ndryshme, por ka dhe raste kur për një arsye anjë tjetër është ndërprer ky bashkëpunim. Realisht nuk kemi pas kohëve të fundit, por shpresoj që shumë shpejt do të mbrim, sepse e di që teatri Ferizaj, teatri Podujevës, i Gjilanit i kanë bërë disa shfaqje për fëmijë, po edhe gjithashtu Dodona. Nuk është që kemi shumë shkëmbime, mundohemi me teatrin Dodona një kohë më herët e kemi pas një bashkëpunim të mirë me ta. Pastaj e kemi pas edhe me teatrin e Ferizajt, që zakonisht ose dërgojmë ne shfaqje atje ose ata sjellin këto. Por këto bashkëpunime kohëve të fundit, si më thonë, janë fokusuar më shumë edhe në pjesën e skenës për të rritur. Teatri është një derë mjaft e rëndësishme për edukimin e brezit të ri, zhvillimit të cilit nuk duhet të ndalet dhe përkraja e këtij institucioni kulturor asesi nuk duhet të mungojë. Shikues të nderuar, për këto dhe informacione të tjera klikoni edhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.